Dhe tani do të shkojmë live ku po ba një deklarat kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Shkodër me strukturat e Partisë Socialiste. Do ta ndjekim. Po bëhet hapësira një krenarie të fituar, një krenari që ushqehet pikërisht nga ndjenja e të qenit në qendër të vëmendjes, nga ndjenja e të shikuarit të ndryshimit të mundshëm, dhe patjetër edhe nga ndjenja e të ardhmes që ka filluar të ushqej zemrat dhe mendjet e shkodranëve. Dhe për mua është shumë e rëndësishme krenaria e mbështetur në atë që ne mund të bëjmë së bashku, në atë që shqiptarët mund të bëjnë së bashku, dhe jo thjesht e mbështetur tek historia, tek tradita, tek vlerat e krijuar në të shkuarën, si vetmi ishull ku mund të vësh këmbën, sepse për tashmen s'ka tregon. Dhe ushqimi i ndjenjës krenarisë për Shqipërinë, për Shkodrën, për Vlorën, për Korçën, për të gjitha vendet ku kanë lindur njerëzit e komuniteteve tona, është themelor për të siguruar të ardhmen që meritojnë gjeneratet e tjera. Në anë tjetër, besoj që Shkodra sot është një laborator i të shkuarit përtej kufive partijak dhe i të kuptuarit interesave dhe të qëllimeve të përbashkëta, si interesa që mund të mbrohen më mirë duke i kapërcyer kufit partijak dhe duke kuptuar që vetë Partia Socialiste nuk është një qëllim në vetvete. Partia Socialiste është një instrument për të realizuar qëllimet përbashkëta që kanë të bëjnë me vendin, që kanë të bëjnë me njerëzit. Partitë si qëllim vetvete janë mbytëse, janë refuzuese, janë dëmtuese. Dhe kemi parë këtë edhe në Shkodër, më parë, kur Partia Socialiste ka qenë mbytëse dhe refuzuese dhe dëmtuese për të tjerët, po edhe për veten në fund të ditës, sepse shikoi si një pronë e disave dhe jo si një hapësirë ku gjithë mund të hyjnë apo mund të ndërveprojnë me të edhe pa qenë pjesë e saj. Kjo është ajo që kam dashur të them prej kohësh, kur shumë kush u hodh përpjet nga shpreha për te të majtës dhe djathtës, po në fakt Shqipëria nuk ka kohë për të humbur dhe ka humbur jashtëzakonisht shumë kohë me dasira që nuk i kanë shërbyer në të vërtetë as ushqimit të shëndetshëm të politikës së ndarë në natyrshëm në kahje dhe në palë ndryshme, por i kanë shërbyer vetëm atyre që kanë dashur të